Mirë mbrëma, kemi hyrë në datën 17 qershor 2025. Jemi në orët e vona, ashtu si dhe mbrëma dhe sot, për shkak se jemi gjithë kohën jashtë. Po vazhdoj këtë videon e orëve të vona, video e cila i kushtohet temës së marrëdhënieve tona të brendshme, pra asaj temës së raportit që bëjmë me të kaluarën, domethënë të krahasimit që bëjmë me si ishim përpara 1990-s edhe se si jemi mbas 1990-s. Pra, unë bëra një video ku tentova më shumë për moshën e re, e cila nuk e ka jetuar kohën. Në paraqiten ata njerëz që janë kundër asaj që ndodhi gjatë e Verozhës. Pra është reduktuar në këtë mënyrë, në një mënyrë shumë të thjeshtëzuar në vërtet, edhe këto simplifikimet, këto thjeshtimet që bëhen për shkak të sistemit i cili është gjithmonë më kompleks, domethënë sa më kompleks bëhet sistemi, aq më shumë është tendenca për t'i simplifikuar, për t'i thjeshtuar, për deri në banalitete, dhe që nga këto thjeshtime natyrisht nuk ka rrihen avantazhe, por përkundrazi dizavantazhe. Domethënë unë kur bëra video nuk e kam video në mbrëmshme sepse unë nuk respektoj dhimbjen e atyre që kanë vuajtur gjatë komunizmit, gjatë 45 vitëve të Verozhës, sepse dikush e ka interpretuar në këtë mënyrë. Sepse unë shumë video tjera kam thënë të kundërtën asaj që kam thënë mbrëm, sepse gjithmonë mbrojmë edhe të opinionet, shumë herë opinionet e kundërta. Opinionet e kundërta të cilët duken opinionet e njëjta shumë herë. Pra, ose që të nënvlerësojmë atë ashpërsinë e asaj që quhej luftë klasash në atë kohë. Problemi është vështirësia, është ndarja e shqiptarëve në dy grupe. Ky është vështirësia kryesore. Domethënë, si ta dallojmë sot një njeri i cili paraqitet si promotor i ndryshimeve, pra thonë ne jemi për ndryshimin, pra që është i ndarë me të kaluarën, me atë të Enver Hoxhës, dhe si të dallojmë atë që janë të lidhur me sistemin atyre viteve. Domethënë, cilët janë, si do t'i kategorizojmë, si do t'i ndajmë njerëzit në dy grupe, në socialistë dhe në demokratë. Për marrim këto dy grupime. Sepse tendojnë gjithmonë shqiptarë, tendojnë të ndahen në këto dy grupe. Thotë, unë jam socialist, unë jam demokrat. Tani, a është e mundur të ndahen shqiptarët në këtë mënyrë? Unë them është e pamundur. Ky është problemi. Lufta e klasave që ka ekzistuar, që ka qenë një realitet në atë kohë, e ishte baza, si thuhesh, e regjimit. Ata e quanin luftën e klasave, quanin motor të shoqërisë, motor të zhvillimit. Aty vinte energjia e zhvillimit, sipas asaj që thoshte partia e punës në atë kohë. Sa përgjegjësi kemi neve për faktin që janë persekutuar një pjesë e madhe apo e vogël e shqiptarëve, është pyetja tjetër. Dhe tani ky protagonizmi pasaj 1990-s ku u tentua që të dalin ata ta quajtur heronj të 90-s, siç ka ndalë gjithmonë historikisht të Shqipërisë, që ta quajtur pishtarë të demokracisë. Dhe më si dolën këta njerëz. Kush ishin?
pas si ti ndajmë, sepse ky është një problem shumë i madh për Shqipërinë, po nuk u nda kjo dhe bëhen shumë pak diskutime, është shumë vështirë pastaj dhe të kuptojsh pse nuk këto ta shoqëruar popullin opozitarizmi në shkuptim, opozitarizmi në shkuptim, sepse janë fjalë demagogjike në fund fare. Tani, ti u referohemi pak shifrave, dhe ti krahasojmë me sot, sepse unë për vete nuk e ndaj regjimin e Enver Hoxhës nga regjimi i sotëm. Në them janë dy faqe të njëjtës medalje. Çdo regjim ka të mirat dhe të këqijat, kështu them unë. Çdo sistem ka të mirat dhe të këqijat. Çdo sistem ka një grup njerëzish që favorizohen dhe një grup njerëzish tjerë që persekutohen. Këto çdo regjim. Nuk ka regjim që vetëm që në një regjim gjërat janë më të qarta, pra thuhen më direkt, ndërsa në regjimet të shoqëruara demokratike krijohet konsensusi tek populli përmjet propagandës madhe. Pra jo përmjet shtrëngimit me ligj që t'ju mbyllin gojen, por ja mbyllin gojen duke zhvilluar mendimin e njëjtë, mendimin dominant, dhe ku njerëzit si thua e vetë mbyllin vetë gojen nëpërmjet propagandës që zhvillohet. Pra janë forma të regjimeve, por në thelb nuk kanë ndryshim. Domethënë në thelb çdo regjim ka një grup njerëzish që kanë avantazh dhe ka një grup tjetër që nuk e kanë atë avantazh. Pa krijohet në një raport midis njerëzve. Kapim disa shifra, për shembull kohën e komunizmit. Unë përpiqem të kërkoj të kërkoj të dhënat, për shembull, unë e mas me burgjet. Se si kanë qenë të burgosurit në atë kohë, dhe se si kanë qenë burgosurit sot, si trajtoheshin burgosurit atëherë, si trajtohen burgosurit sot. Pra kjo është, mendoj që në çdo regjim, ky është një indikator kryesor për të matur se sa një regjim, se gjithmonë është një regjim në fizik, kur thuhet regjim, sepse nuk kuptohet sikur regjimi nuk kuptohet diktaturë. Regjimi është dhe demokraci. Regjimi është një lloj, si thuash, funksionimi dinamik, jo statik, dinamik, ku njerëzit vendosin një raport caktuar midis tyre, raport politik, ekonomik, social, etj. Dhe të cilin pastaj nuk duan ta ndryshojnë. Pa krijohet një regjim. Një regjim dinamik ku si ato regjimet që krijohen, regjimet stacionare, që quhen në fizik, për shembull të fluidodinamikës, ku një lum, po themi, i cili është i rrëmbyer etj, po herët apo vonë pastaj stabilizohet dhe krijohet një lloj regjimi, jo se uji ndalohet, por pikat e ujit pastaj në pozicione të ndryshme kanë shpejtësi të ndryshme, por që nuk e ndryshojnë shpejtësinë në pikat caktuara. Domethënë krijohet një regjim që ti je shef lumin, pothuajse një lloj gjithmonë, pastaj por je shef lëvizje. Pra këto janë regjimet dhe shoqëri. Tani, pyetja e parë që bëhet është ai grup njerëzish që u persekutuan në kohën e Enver Hoxhës, pra që ishin të privuar nga të drejtat, prej të cilat pjesa tjetër e shoqërisë e kishte. Domethënë si ishte strukturuar shoqëria në kohën e Enverit, në mënyrë hierarkike, në mënyrë horizontale, dhe ajo pjesë edhe cila ishte pjesa e diskriminuar dhe sa ishte, se është e rëndësishme kjo. Atëherë, kërkohet si numër, një ndër numrat kryesore, kërkohet për shembull sa ka qenë numri i të burgosurve në total gjatë gjithë periudhës së Enver Hoxhës. 45 vjet, sa të burgosur ka patur Shqipëria total? Dhe si kanë qenë kushtet në burgjet njerëzve, pra do kapim këtë kategori njerëzish, që është me trysnuar, si thuash, me
persekutuar e shoqërisë. Pra ky grup njerëzish i cili është më pak i avantazhuar, pavarësisht shkaqeve pse ka përfunduar në burg. Kanë shumë pak rëndësi. Por domethënë njerëzit, në një popullsi, një pjesë e njerëzve, shoqëria, sistemi, regjimi, qeveria, e kujtun politika, i çon, i përfundon dhe i izolon në përburgje. Në kohën e Enver Hoxhës ka ekzistuar dhe dënimi me vdekje. Por kujtojmë që dënimi me vdekje ekziston në Amerikë, në shumicën e shteteve sot, ekziston në Japoni. Pra nuk ka ekzistuar vetëm sistemet komuniste, dënimi me vdekje. Numri i burgosurve i jepet midis 30 dhe 35.000. Ka që unë përpiqem ta kërkoj, to dhëna zyrtare të qarta mungojnë, nuk e di pse nuk akoma me fjalë, nuk janë sqaruar që të dihet me precizion sa kanë qenë në burgje në atë kohë, por shifra është midis 30 dhe 35.000 njerëzve. E shtrit kjo në 45 vite, që nga 45 dhe 90. Numri total, pra 30-35.000. Kanë qenë gjithsej të burgosur. Mesatarja e qëndrimit njerëzve në burg është afërsisht varion në përgjithësi, kjo është një lloj konstante që është pothuajse në gjithë botën, është midis 1 vit dhe 2 vjetëve. Kjo është mesatarisht, mesatarisht një njeri rri në burg, ta që dënohen, nga 1 deri 2 vjet burg. Domethënë ka njerëz që rrin në burg 3 muaj, ka njerëz që rrin në burg dhe përjetësisht, po të bësh një mesatare totale në gjithë. Mesatare për shembull në Gjermani është më pak se 1 vit, është tek 11 muajshe. Në Itali për shembull është 18 muaj. Është më e lartë. Por varion edhe në kohën e Enverit dhe në regjimet socialiste etj. Po ka qenë e njëjta konstante. Nga 1 vit deri 3 deri në 2 vjet rrinë në burg. Kështu që nëse bëjmë tani një pjesëtim, i bie që Shqipëria ka patur në përburgje në atë kohë 1.000 njerëz në burg, kështu në çdo moment. 34.000 pjesë për 34 vite, por meqenëse rrinë edhe 2 vjet, nga 1.000 deri 2.000 të burgosur. Ka patur në çdo moment. Numri të burgosurve gjatë Enver Hoxhës ka qenë nga 1.000 deri 2.000. Dhe totali është 30.000. Si trajtoheshin të burgosurit? Sigurisht nuk trajtoheshin mirë, veçanërisht burgosurit politik, të cilët ju nështroheshin edhe torturave, ju nështroheshin edhe rrafjeve, prej guardianëve, prej policëve, për shkak të indoktrinimit ideologjik. Domethënë, ishte kjo krijonte probleme ose gjatë paraburgimeve, gjatë hetimeve, për t'i detyruar tregonin, ushtronin edhe tortura fizike. Por tortura fizike nuk I ka ushtruar vetëm komunizmi, ta kuptojmë dhe këtë. Sepse I hidhet ajo, në kur thot komunizëm, në kuptoj se kur në gjithë historinë e njerëzimit, gjëja më e keqe e historisë e njerëzimit ka qenë vetëm komunizmi. Kjo periudha e regjimeve që nga Rusia e 1917-ës, pra 80 vjetë sa ka qenë komunizmi, Rusi e tjera vende tjera. Ndërkohë që po të vini re rusët, po bëjnë një korrigjim sot. Nuk po ulin vlerën e komunizmit, pra ato vlerat pozitive, përkundazi po I lartësojnë, po I ngrejnë. Veçanërisht për shembull rezistencën e madhe që ka bërë Bashkimi Sovjetik në luftën e dytë botërore, që ka humbur 24 milion njerëz. Por dhe shumë të gjëra të tjera, ata po përpiqen t'i rivlerësojnë. Pse përpiqen t'i rivlerësojnë? Sepse, të vërtet, regjimet kanë një gjë të përbashkët, nuk është se ndryshojnë kaq shumë nga njëri tjetri. Vetëm që regjimi, kur është në kufi, kur është në fuqi, falni, thot gjithmonë unë jam më I miri. Tani ka liri, tani njerëzit jetojnë në parajs. Ai regjim që është për shkak sot, regjimi I Edi Ramës dhe I Sali Berishës, të dy, sepse bashkë janë të dy, na tregojnë se sot Shqipëria
Si do që tjetër, njerëzit janë të lirë, ja kështu, po të njëjtën gjë thoshte edhe Enver Hoxha. Të njëjtën gjë thoshin në kohën e Zogut, të njëjtën gjë thoshin në ku ishte Gjermania e Hitlerit, fashizmin e Mussolinit, demokracitë, çdo regjim në momentin që qeverisë, nuk ose ju thot njerëzve që sot jemi po torturohemi, nuk bëhet kjo lloj propagande. Thuhet gjithmonë që ky të paktën është nuk është si e i kaluar, është gjithmonë shumë herë më mirë se si e i kaluar. Kjo është një gjë që njerëzit e kanë përsëritur në gjithë vendet. Që kur ka qenë njerëzimi, që kur kanë lindur shtetet, këtë gjë kanë përsëritur. Pra për dalluar tani se kush ishte më mirë, kush ishte më pak, kush ishte më keq me fjalë, për t'i krahasuar nuk është e lehtë, sepse është gjithmonë kjo pjesa subjektive. Këto interesat që ke aktuale. Interesat që ti ke në momentin aktual të bëjnë që ti të mbash një pozicion të caktuar. Pra kjo është kryesorja. Megjithatë, duhen krahasuar pastaj me anën konkrete e njerëzit, të mirat dhe dëmet që kanë bërë, sepse çdo regjim bën të mira, bën dhe dëme. Favorizon një grup njerëzish dhe nuk i favorizon, madje i shtyp, i persekuton një grup tjetër. Pra ndaj ka pa pjesën më të dobët të shoqërisë që janë burgosurit. Ose gjyqjet, si bëheshin proceset në kohën e komunizmit, si bëhen sot, që ti krahasosh në kuptimin e objektiv. Jo për të thënë që po fole mirë ti për atë, ti je komunist. Po fole keq, je demokrat. Do të thënë e kanë kriju këtë dualizmin, korespondencën duale që quhet në mekanikën kuantike, korespondenca duale, demokrat, komunist. A thu që njerëzit janë të ndarë kaq shumë në këto dy role. Pra, Ledioni thot, shqiptarët kanë humbur busullën humane, prodhojnë vetëm diktatorë dhe pastaj ankohen. Në çdo moment është i njëjti problem. Historia përsëritet jo me vite, po çdo ditë përsëritet, në vërtet. Ditët, ashtu siç ditët përsëriten, del dielli, vin mesdita, lind, bëhet natë, pastaj fillon prapë, e njëjta gjë ndodh edhe me neve, me shoqërinë njerëzore. Vetëm që thash, në qoftë se dikujt i duhet dielli, ai domethënë nuk e vet çadrën, edhe ju imponon dhe tjerëve që thonë duhet dielli, sepse të tjerët ndoshta se duan sepse mund të digjen, mund të jenë djegur sepse kanë marrë shumë diell. Pra ndryshon vetëm pozicioni i njerëzve. Por sistemet e regjimet kanë gjëra shumë përbashkëta. Dhe raporti i brendshëm i njerëzve në mendimin tim pastaj varet nga evolucioni kulturor, historik që kanë njerëzit në tërësi. Është një konstante pastaj që ka një popull, e cila pastaj sido që të jetë regjimi e zbut ose e shpreson çdo regjim. Neve, si thot Ledioni, kemi humbur busullën, ne çfarëdo regjimi që të jetë, ne do ta shpresojmë gjithmonë në ekstremet e tij. Kushdo, sido që të jetë forma e regjimit, prona private, pronën po e bëjmë kolektive në kuptimin e kapitalit shtetëror, siç ka qenë kapitalizëm shtetëror, po ka qenë vërtet komunizëm, siç është fare, mund ta thjeshtosh fare të thosh komunizmi e kapitalizmi, dy gjëra, komunizmi dhe kapitalizmi, që quajnë dy të kundërta, ata kanë ata që s'kan qenë kur në shkollë, nuk kanë studiuar kur i libër, nuk kanë asnjë lloj njohurie, po e ndajnë dy gjëra thotë kanë patur bota gjithsej, komunizmin dhe kapitalizmin. Njerëzimi nuk është vetëm me këto dy, ka aq shumë, por që janë të ngjashëm pra regjimet. Atë po kalojmë edhe një herë te shifrat. Pra ka qenë 1000 deri 2000 burgosur. Si ata i turtan për burgje? Nuk diskutohet keq. Patjetër keq. Që nga ushqimi dhe kam punuar. Megjithatë, kalojmë, po ta krahasojmë me numrin e sotëm. Atëherë pra kanë qenë 1000 deri 2000 gjithmonë burgosur. Sot janë, pra për të njëjtën popullsi, sot kemi gati
6.000 të burgosur në Shqipëri, pra 6.000 të burgosur në Shqipëri, që janë shumë, por kemi po kaq të burgosur në gjithë botën shqiptare. Flasim për popullsinë shqiptare. Domethënë e krahasuar me atëherë, nëse marrim numrin tani njerëzve që e kalojnë jetën e tyre që përfundojnë në burgje, pavarësisht arsyesh. Arsyet, shkaqet janë lidhur gjithmonë me regjimin, me shoqërinë, me këtë ndarjen e përgjithshme, si thua, të njerëzve në grupe të ndryshme, grupe interesash, të cilët kolokohen, si thua, zënat o zonat të tyre gjatë regjimit. Pra dikush është më i avantazhuar, dikush ka më shumë hapësira, dikujt i mbyllen hapësirat, dhe këto kontradikta pastaj krijojnë këtë shpërsimin midis njerëzve dhe shtetit, apo midis raporti njerëzve me shtetit, që imagjinoni që në Shqipëri për shembull sot, domethënë një pjesë, një 20% të 20-30%, një tret në rrugë do ta japish për gjobat e makinës. Mendo ku jemi. Se sa i vështirë është sot raporti për njerëzve me shtetin. Është një raport shumë i ashpër, shumë i vështirë. Pra, nëse marrim numrin total të burgosurve, ai sot është të paktën 5-6 herë më shumë se sa në kohën e Enverit. E marrë për gjithë botën. Pra, kudo ku janë shqiptarët, do të shohim sa njerëz janë në përballje. Për sa i përket proceseve që bën Enveri dhe proceseve gjyqësore që bëhen sot, nga eksperjenca ime, unë jam i bindur se sot niveli cilësia e proceseve gjyqësore ka rënë. Është më e keqe se sa në kohën e Enver Hoxhës. Në kohën do të bëjmë një mesatare. Në kohën e Enver Hoxhës ishin shumë të padrejta proceset gjyqësore që bëheshin për të dënuarit politik, por që kompensohej me një drejtësi, me një farë drejtësie për proceset gjyqësore që bëheshin për çështjet jo politike, çështjet civile. Gjyqjet civile, por që civile në kuptimin gjithmonë natyrës penale, që dënoheshin me burg, por që nuk ishin i lidhur direkt me politikën. Pra, e marrë në një mesatare, nuk është se gjyqjet sot janë më të mira se sa gjyqjet në kohën e Enver Hoxhës. Unë them që sot janë më të vështira, janë më keq. Numri është shumë më i madh. Kushtet në burgje atëherë dhe kushtet tani, po t'i krahasojmë. Është e qartë sot do thonë që burgjet janë hotele me 5 yje, kështu do thonë. Por kur të bjerë ky regjim, që se kthehet një tjetër, do ta quajnë këtë periudhën më të keqe, do thonë që burgjet ishin të merr. Sepse shoqëria e tërë, kjo shoqëri që s'bën pjesë e burgjet, edhe atëherë, dhe tani është indiferente. Në atë kohë, nuk e ka qarë kokën asnjëri që ka qenë jashtë burgjeve që t'i interesojë aq shumë për ata që vuanin për burgje. E njëjta gjë sot. Ata që janë jashtë burgje nuk e mendojnë se çfarë ndodh nëpër burgje. E quajnë një botë krejt tjetër, e quajnë dy botë të ndarë. Dy botë të ndara ishin atëherë, dy botë të ndara janë edhe sot, pra nuk kanë ndryshuar. Përkundazi, është rritur numri i burgosëve shumë. Keq trajtimin për burgje, unë them që është rritur, nuk është ulur në krahasim me kohën e Enverit, pavarësisht se këto opinionet për burgjet e Enver Hoxhës i kanë dhënë ato organizata, ato grupe njerëzish që janë të regjimeve aktuale. Është normale që do ta nxinin ato të Enverit, do thoshin që ata vrasin njerëzit, vdesin njerëz për burgjet e tjera. Po të shohim sot, për shembull, gjatë kohës e Enver Hoxhës kanë vdekur gjithsej 1000 veta kanë vdekur në burg. Por 1000 veta në 45 vjet. E kanë humbur jetën në burg. Për çfarë arsye kanë vdekur tani? Sepse vdekjet ndodhin si brenda burgut dhe jashtë burgut. Mund të ndodhin për shkak për shkak të dhe një pjesë ka ndodhur dhe për shkak të smundjeve në vërtet. Bini smundjet, ka patur epidemie, ka patur gripe të forta, epidemi të forta. Ata në burg kanë qenë, natyrisht kanë patur një asistencë shëndetësore më të dobët dhe kanë vdekur. Për shkak të torturave, mund të jetë një numër shumë i vogël. Mos e po themi që ka vdekur sepse kanë vrarur.
Pastaj ka qenë dënimi me vdekje, tjetër gjë. Dënimi me vdekje thashë ekziston sot. Ekziston në Japoni, ekziston në Amerikë, ekziston në shumë vende. Pra, 1000 vete kanë humbur jetën në burg. Sot këto shifra nuk jepen, po jo se janë më të vogla se sa atëherë. Vetvrasjen për burgje sot ka sa duash. Njerëz që vdesin në burg ka sot, por thjesht thonë, i erdhi ora, thonë, ishte i smur, kapi një smundje dhe vdiq. Nësa atëherë lidhin me regjimin. Kjo është diferenca. Nëse flasim pastaj për mënyrën e ushqyerit në burgje, është ose është e njëjtë ose përsërisht më keq sot. Sepse është gjithmonë e ndarë në dy grupe. Domethënë një njeri që është në burg sot, po ka gjendje të mirë ekonomike, ja zgjedhin ushqimin dhe ja çojnë në burg familjarët. Por njeri që s'ka, që është shumë i varfër, do haj ushqimin e cilësisë më të fundit të burgjeve, që cilësia e ushqimit të burgjeve imagjinoni se si është. Kur është shumë e keqe cilësia e ushqimit që ham neve jashtë burgut, ajo brenda burgut është akoma më e keqe. Mbyllja, izolimi etj. Nëse flasim pastaj për rekuperimin mbas burgut. Në përgjithësi në kohën e komunizmit, njerëzit që dilin jashtë burgjeve ishin të rekuperueshëm. Pothuajse integroheshin në shoqëri. Ndërsa sot, në momentin që përfundon në burg, ti je shkatruar përfundimisht. Domethënë këtu nuk ekziston rekuperimi. Nëse flasim pastaj për parandalimin, ti dallojmë të dy kohët, në atë kohë luftuaj shumë për parandalimin, ndërsa sot jo vetëm që s'luftohet për parandalimin, por përkundërzi të vënë në kurthe që ti të bëjsh sa më shumë vepra penale. Numri pasaj njerëzve që kanë sot, që kanë vepra penale ose precedente penale, me numrin e njerëzve që ishin precedente penale në kohën e Enverit, nuk ka të krahasuar. Këtu janë gjysma e popullsisë, është me certifikata penale të ndyra, të brapis. Këtu tani, kjo është skandali pasaj. Dhe bëhet i qëllimshëm që shoqëria të jetë gjithmonë në shantazh, që njerëzit jenë sa më në diktatin e regjimit. Pra, po ti krahasosh pra dy kohët, nuk është se jemi më mirë sot. Domethënë është një iluzion që jemi më të lirë. Nëse flasim pastaj për cilësinë e jetës, të asaj kohe dhe cilësinë e jetës tani. Ka qenë më mirë, cilësia e jetës do ta matësh në shumë gjëra, jo thjesht me një fjalë duke nxjerr fotografi apo video që atëherë merre buka, kur merre buka kishte radhë, kur vjen qumësht, merre qumësht, radha e qumshit. Radha e qumshit, dakor, po merre 1 kg qumësht, po ishte një qumësht, ishte qumësht i mirë. Merre rrien radhë bukës, po merre bukën 50-shë, ka qenë një bukë e cilësie që sot nuk e gjen. Pra, ishin radhat, dakor, atëherë ishin radhat për të marrë bukën dhe qumshtin, sot janë radhat për gjëra tjera. Sot rrin trafik 6 orë, radhësh dhe ajo. Domethënë, mes të plurit, mes të tymit, mes të ndotjes, në Tiranë, për të shkuar ndonjëherë nga dogana, nga kjo në rrugën e Laprakës apo rrugën e Kavajës, pak rëndësi ka, për të bërë 3-4 kilometra duhen një 3 orë, radhësh kjo. Domethënë me qenë se atëherë themi mbanim radhë, humbisim kohën e kujtun. Se qëndrimi në radhë është i lidhur në një farë mënyrë me humbjen e kohës. Sot, kur ke një hallë në për gjykata, në për spitale, në për kujtun, etj. As nuk krahasohen humbja e kohës që do bësh sot krahasim atëherë. Do humbasë shumë herë tepër kohë sot. Pra, cilësinë e jetës, si do të çfarë do ta matësh? Sot do ta matësh me mirëqenien materiale, por edhe shpirtërore. Nëse i krahasojmë këto dyja tani, cilësia e jetës e atëhershme, dikush thot, jo se s'kishte drogë, ishte më e mirë atëherë. Pse? Sot ne kemi, thash, mbi 10.000 burgosur, në çdo moment. Por sa kemi të droguar. Domethënë të shohim në gjithë shoqërinë,
gjithë pjesën e njerëzve që janë në situatë më të vështirë. Sa është numri të droguarve në Shqipëri? Sa është numri i njerëzve të smurë mbas Bexhozit në Shqipëri? Të më thënë këtyre veseve të rënda, të alkoholizuarve, sa është numri i njerëzve që janë në depresion të madh për shkak të faktit që të babarazisë madhe që ekziston, të mungesës punës, të papunësisë etj. Do të thënë, këtu tani është i krahasosh në mënyrë objektive këto dy regjime që kanë anë të mira dhe anë të këqija, nuk është problemi ti po fole mirë ti për atë periudhë ti je komunist. Po fole mirë për këtë periudhë je demokrat. Do të thënë këta këtu të bëjnë këta. Nësa përsa i përkat pasaj ndarjes njerëzve, në vitin 1990, ajo është ndarje krejt artificiale. Dhe më thënë, ata që krijuan që u futën në dy partit, parti e punës që ishte ajo, dhe partia demokratike, janë njerëz shumë të ngjashëm. Flas për pjesën aktive, sidomos ajo pjesë që merr pushtetet, që futet parlamentar, futet kryetar bashki, futet në bashki për të marrë punë të shtetit, marrë privilegje, për të patur avantazhe në jetën e përditshme, për raport me punën, raport me biznesin, raport me shërbimet e tjera, është një ndarje dinakësh, të cilët shohin nga e kanë përfitimin, e kanë të socialistët apo të demokratët. Është një ndarje thjesht artificiale. Pra që i ndarje protagonizmi, si kur unë isha i pari që formova Partinë Demokratike. Dhe unë jam demokrat, ti që si ishe i pari, ti je komunist. Po komunistin apo socialistin se pranon as Partia Socialiste. Të më dhe këta që akuzohen tani për komunistë, sepse si ishin të parën si pas këtyre, kur u kundërshtua komunizmi, këta s'kan vend, as majtas, as djathtas. Sepse djathtas nuk i pranon Partia e punës, shumë pa i quaj parti djathtë më shumë Partinë e punës, pse si pranon? Sepse Partia e punës nuk është partia nostalgjikëve të komunizmit, siç e thon demokratët. Partia e punës e sotme është parti shumë e djathtë. Është pjesa më e keqe e Partisë punës, është pjesa liberale. Nuk është pjesa konservatore, komuniste, sot. E Dirama, e Pandini Majko, e tjere që kanë qenë ta, Spiro Palli, këto nuk është se janë komunistë në kuptimin, duan ato principet komuniste të Enver Hoxhës. Përkundrazi, këta janë armiqt më të mëdhenj të atyre parimeve komuniste që këta i quajnë, këta demokrati i quajnë të këqija këto, kurse unë i quaj të mira. Në vërtet. Dhe më thënë, Partia e punës është pjesa liberale e Partisë komuniste. Janë liberalistët, janë liberistët, janë pjesa më poshtëre e regjimit të sotëm në kuptimin globalist. Është pjesa më globaliste më keqe. Nëse Partia Demokratike, kjo ka të babzin tjetër, ta që janë demokratët, ta tani shajnë dhe këta komunizmin, ato parimet e dikurshme. Madje i shajnë për komunistët dhe globalistët. Këta si janë komunistë. E shajnë, mendoni i thonë që Soros ishtë komunistën. Dhe deni këtë marzia rinjë këta. Ata të partisë ati në Amerikë janë komunistët për Partinë Demokratike Amerikane. E qënë komunistët. Ajo s'ka lidhje me komunizmin konservator. Është komunizmi liberal. Po komunizmi liberal është kundër komunizmit. Që është antikomunizmi, është pjesa e zhvillimit kapitalist më të egër, në vërtet. Pa ku është komunizmi aty? Edhe në Partinë Demokratike pra u futën më dinakët në 90-ën, të cilë thanë, ne ishim, edhe shkrytën e emrat, i vunë, a i që si ishte atë ditë aty, a ju shpall armik dhe nga këta. Dhe këta thonë tani ju pse s'na jepni votat, se ne ju jeni populli opozitar, dhe do vini mbrapa nesh. Po kush jeni ju, xhanëm, që ne të vinë mbrapa nesh, mbrapa jush? Sepse unë pse i sulmoj këto demokratë? Ora ti kush je? Nga dole ti?
Pse? Sepse këta tani na hiqen sikur janë gjithë persekutuar. Do na thonë me ju jeni komunistë sepse ju keni përfituar në atë kohë. Ndërsa ne jemi gjithë persekutuar. E vërteta kush është? Një llogaritje, thash, se sa të persekutuar ka patur Shqipëria në atë kohë, bëhet me të burgosurit. Sepse çdo i persekutuar pothuajse përfundon në burg në atë kohë. Sot jo, sot përfundojnë në burg gjithë. Atë kohë përfundonin vetëm persekutuarit. Ky është dallimi. Sot mund të përfundojnë që të gjithë. Tek spaku mund shkojnë gjithë njerëzit sot, ë? Avash. Hapet rruga për gjithë aty. Ndërtojnë burgje të reja. Qofse kanë qenë 30.000, gjithsej 30.000 të burgosur, shtoj familjet e tyre, kanë qenë 100.000 të deklasuar në gjithë Shqipërinë. Nuk shkon kur 200.000. Domethënë pjesa e goditur direkt nga Enver Hoxha nuk e kalon numrin 200.000. Që nga fëmijët e tek plaku, që i bie 5% e popullsisë. Pra popullsia shkoi afërsisht 4 milion. 200.000 është shumë, se ta nuk e, po ta shohësh, po të shohim sepse gjithë secili prej nesh e ka parasysh afërsisht të raport midis atyre që luftoheshin atë kohë, që konsiderohesh me biografi të keqe të tjerëve. Çdo njeri e di tek lagja e tij, te fshati i tij, se sa ishin familjet, do ishin raportin, pra në gjithë Shqipërinë, po ta bëjmë me numrin e burgosëve, tash është më mirë. 30.000 që tek 30.000 nuk e vet janë futur ka qenë pjesa më e mirë është ta futesh ato njerëz që kanë humbur jetën vërtet në atë kohë. 4-5.000 sa japin këta. Nuk e di është i vërtet numri 5.500. Që thonë që janë vrarë 5.500, po unë them që ky numër do të thotë shtuar pak. Megjithatë, pra unë e shoha tek 200.000 është më pak. Pra është 5% e popullsisë. Pra kemi 5 tani dhe 95. Atëherë, ky 5-shi që flasin sot, që për mendim tim nuk bëjmë pjesë të ky 5%-shi, thonë këta që neve kemi qenë të deklasuar. Gjithë të demokratë që thonë kështu, unë kam vujtur, thot familja ime kështu, familja ime kështu, jo. Ka vujtur, po është regjistruar në universitet, vërtet. Domethënë kur bëjmë debatën, thot, po ti ke vajtur në universitet. Dikush është dallimi i këtyre vetëm i këtyre demokratëve, se janë regjistruar në Universitetin e Tiranës, por nuk e kanë mbaruar, sepse këta nuk janë për shkollë. Tu vuan Partia Demokratike. Sepse Partia Demokratike hyri me atë rrugatshërinë e vet në 90-ën dhe eliminoi njerëzit që ishin kulturalisht më mirë. Dhe vazhdon përsëri sot në atë logjikë. Edhe thot, ne nuk marrim votat sepse këtu janë komunistë, thot. Fitoi ka shumë komunistë. Vërtet, këta janë më komunistë në kuptimin jo të idealeve komuniste, por në kuptimin e hibridizimit. Domethënë atë metodat komuniste për të persekutuar tjetrin. Pjesa e keqe e komunizmit, që është hibridizuar me këto demokratët, pra demokratët janë pjesa hibride e komunizmit dhe u bën Partia Demokratike. U hibridizua komunizmin në gjoja në këtë demokracinë e këtyre. Dërsa këta që ishin mbajtët, këta që janë Partia Socialiste, këta janë hiperliberistë, këta janë tradhtarët e komunizmit. Janë ato pjesa liberale që Enver Hoxha i fusten për burgje këta, i godiste, sepse këta kërkonin që në atë kohë kërkonin hiperliberizmin. Megjithëse ishte diktatura, këta përpiqeshin, mendësia e tyre ishte që dhe pse ishin brenda parimeve komuniste që nuk të lejonin në përgjithësi të abuzohet, krijohej paparazia, këta dhe në atë kohë përpiqeshin ta bënin. Mendoni pastaj se si e zhvilluar më mbrapa. Pra raporti 95% me 5% është raporti i madh. Atë që se do flasim për faktin që ky 95% ishte indiferent ndaj 5%-shit. Pra ka përgjegjësinë që nuk e ngriti zërin fare për 5%-shin, por kjo lidhet me historinë tonë. Domethënë se nuk është se tani po flasin njerëzit për ata që po goditen. Përsëri e njëjta gjë është. Ashtu siç ka qenë dhe më përpara, sepse kjo lidhet me historinë e shtetit tonë. Shtitër gjë, se unë kam sqaruar në vend tjetër. Përderisa shteti shqiptar u krijoi që në Kongresin e Lushës,
si një shtet terrorist që ti po fole, do eliminohesh fizikisht, apo do futesh në burg, ti nuk ke mundësi as organizimi dhe as kundërshtimi. Sot vërtet nuk të fut njeri në burg. Duket sikur se të fut njeri në burg, për politikë sot. Sepse të burgosë politikë ka. Sepse sot, nëse themi që dënohesh për opinion, atëherë pse neve gjatë pandemisë na futën 10 persona kur isha i treti në listë që na ndoqi policia e antiterrorizmit në Shqipëri, e antiterrorizmit, që na quajti ne sikur përhapnim propagande, bënim futnim panik, sepse kjo është dënimi politik. Kur ti më akuzon mua që ti fut panik, nxit urrëti më bën këtë, kjo është pjesa politike. Pra ata u morë me jetime ndaj nesh, atë çka ka ndryshuar? S'ka ndryshuar asgjë, vetëm se populli është dakord me këtë sot. Sepse sot është propaganda. Atëherë ishte detyrimi, kishte shkruar në kushtetut që ti s'do të bësh propagandë, agitacion. Sot njerëzit e pranojnë, domethënë nuk rregullohet nga ky ligj, por rregullohet nga televizionet. Sepse televizionet në momentin që të godet një prokuror apo policia, televizionet janë shndruar në zëdhënëse të prokurorëve, të policisë, dhe janë ato që shplajnë trurin e njerëzve dhe njerëzit madje sot të urrejnë shumë më tepër se sa atëherë. Atëherë ndoshta ka patur edhe një farë keqardhje që shpreh njerëzit brenda, por nuk bëjnë dot asgjë konkrete. Ndërsa sot është e kundërta. Sot njerëzit kënaqen shumë më shumë me fatkeqësinë e tjetër se sa atëherë. Atëherë konsideronin, thoshin, s'kemi çfarë të bëjmë, justifikojnë me këtë pjesë e 95%. Se ne s'kemi çfarë të bëjmë. Sepse kanë goditur vllai, kanë goditur atë, ai ishte armiku i klasës, tani un po të futem edhe unë aty do shtoj edhe unë radhë të armikut të klasës. Ai ishte me biografi të keqe, po ndajemi nga ata njerëz. Dhe u ndan. Por domethënë si raport numrash, unë them 10% është shumë. Kështu që atëherë populli ishte këtej si shumicë, 90%. Është qartë na vin keq. Është skandal që ai 10% të diskriminohet, persekutohet, kaloj torturë, nuk diskutohet. Por tani peshën e madhe pati ky 90%. Pati të mirat dhe të këqijat e atij sistemi. Pati të keqen e indiferencës, e duar trokitjeve kundër armikut të klasës, siç i kanë dhe sot. Mos mendoni se sot ka ndryshuar. Sot është e njëjta gjë, po të përfundosh sot. Të vënë hekur atë ditë, vinë tek shtëpia, të bëjnë një akuzë. Nuk do të besoj askush, një lloj si atëherë. Edhe sot do thonë, po e ka bërë, nuk ka mundësi, nuk ta arreston kot shteti. I keni parasysh se ç'bëjnë këto prokurorët sot. Dalin këta dhe lexojnë sikur ajo që thonë ata, thonë janë 50 faqe, janë 1000 faqe, janë 15000 faqe, domethënë mbushin dosje, mbushin kot në të vërtetë, që s'ka asgjë aty, por që me propagandën e mediave, televizioneve, i mbushin me një popull sikur kush e di çfarë kanë. Dhe këta paraqiten sikur kanë zërin e të vërtetës. Kur njerëzit i dëgjojnë këta, po thanë prokuror, thonë, po prokurori është njëra anë e peshores, është dhe pjesa tjetër e mbrojtjes. Ajo mbrojtjes nuk pyetet fare. Pra, sot ju çdo një liri i prokurorëve, që të shkruajnë çfarë duan, të vënë emrat e kujt duash aty brenda. Si për dhe kur e dëgjon, thuaj ishte edhe ai, thuaj pas ka bërë dhe ai, pas ka vrarë dhe ky, pas ka bërë dhe ky këto gjëra. Gjenin emra kot, si rasti i mashtrimeve që bëjnë aktualisht me ngjarjen e peshkëpisë në Gjirokastër. Bëjnë mashtrime. Futin aty listat, kanë marrë listat e të gjitha atyre mavit, ose të njerëzve që janë ndaluar në Greqi, i merr i fut prokurori shqiptar aty emrat aty, e thot, unë thot po bëj hetime, futja 20-30 emra aty. Pa ato janë hetime kot. Ti s'ke as i provë, s'ke as i gjë fare. Vetëm që s'ka avokat të kundërshtojnë. Televizionet e ndihmojnë që të shkojë vetëm zëri prokuror dhe populli beson këtë gjë. Pa çka ka ndryshuar? Unë kisha fjalën pasaj të gjërat e mira që ka patur ai sistem, në kuptimin se çdo regjim ka të mira të këqija, se ti më thua që ka vetëm të këqija, unë po them jo.
Sepse çdo regjim ka pjesën shumë negative, por ka edhe pjesën se po të ketë vetëm të këqija. Nuk mbijeton dot, ka të pamundur. Dhe këtu unë lidha të ta shoqytoj në ndërgjegje komuniste. Për këtë e kam për video, domethënë që të them që prit tani, është vërtet 5%, 70% është i diskriminuar dhe i masakruar. Është një 90% tjetër këtu tani. Ky 90% këtu ka qenë me të gjitha drejtat një lloj. Për shembull, për rast për po të marrim diskriminimin për faktin që të vije të studioja. Shkollat e vjeçare ka qenë e detyrueshme për të gjithë. Për të vjeçare mbarojnë gjithë. Në shkollën mesme fillon të diskriminimi. Por diskriminimi nuk ka qenë vetëm për armikun e klasës. Nuk ka qenë vetëm për 10%, ka qenë dhe brenda familjeve. Nëse e kujtojmë. Ka qenë edhe midis fëmijëve. Domethënë nga një shtëpi kishte drejt vinte me bursë 1, i dyti nuk vinte dot, me drejt studimi, se në atë kohë drejtë studimi me bursë apo thotë se ishin në njëjtë gjë. Domethënë neve për shembull jemi vetëm 2 që kemi shumë me shkollë dartë në shtëpinë time, por nuk është ashtu për shembull siç e din njerëzit. Sikur neve na ka favorizuar regjimi. Sepse për shembull vllai im nuk e ka bërë shkollën siç e kam bërë unë. E ka bërë me korrespondencë, etj. Ja nuk ka bërë, nuk është se kemi qenë të dy njëkohësisht neve në universitet. Sepse dikush thotë, ju jeni keni qenë të privilegjuar, se ja si ka mundësi juve keni mbaruar të dy me shkollë të lartë. Bet pyetja për shkak për mua dhe për vllajën e madh. Por sepse thuan gjërat të vërteta siç janë, këtu dhe ngatërrohen njerëzit dhe pastaj krijohet ky informacion që s'jepet i plot. Jepet një çerek informacioni, por e vërteta është që të drejt studimi universitet kisha vetëm unë. Nga një shtëpi dhe më hapi bile vllai ma themi, më la mua që të shkoja në universitet, sepse po të shkonte ai, unë nuk shkoja dot. Pas shkova unë, ai ndoqi një rrugë tjetër, gjetëm një korrespondencë, domethënë u gjetën në kanal, domethënë mënyra të tjera për ta superuar këtë problem që në fund fare të arrinte dhe ai të merrte shkollën lartë, por domethënë jo, domethënë diskriminimi ka që nga një shtëpi shkonte vetëm një. I dyti nuk shkonte, shkonte i parë, po shkonte i parë, i dyti shkonte. Pra ja, pse se ka qenë planifikimi që kishte shteti për shkollën. Domethënë, sipas tyre, ata që do mbrojnë shkollën, do gjenin dhe punën, do i shërbenin ekonomisë apo burokracive të ndryshme etj. Dhe s'kishte papunësia se ekzistonte dhe ishte çdo gjë planifikuar. Por tani, këta tani që na thonë neve, sepse unë këtu e kam atë problem, sepse ne i njohim kush janë këta që thotë unë jam demokrat dhe hajde ti thotë që je komunist, më thonë mua, dhe na mbështet ti thotë thuaj atyre komunistëve tuaj të votojnë për popullin opozita, po kush je tjera që po më thu mua? Sepse ti nëse flasim në raportin komunizëm-demokrat, jam unë demokrati dhe je ti komunisti në këtë rast. Sepse këta njerëz janë të 90%, sepse ai 10% i krahasuar, ai u largua. Në kjo është gjëja më kryesore që ka ndodhur në Shqipëri. Se unë jam dakord nëse ai 10% që u përsekutua, i cili s'mund të organizohej në atë kohë sepse s'ekzistonte e drejta e asemblerjes. Mos i të organizojë një opozitë të gjatë Enverogjës. Ishte pamundur. Fuste në burg direkt, pushkatonte. Ku do e bëj aktivitetin politik ti bashkë me njerëz të tjerë, sepse vetëm duke folë me vetëm mund ta bëje ti, po që të krijojë një grup. Ishte pamundur. Ta në 90-ën u bën lojët e tilla, që ti largohen ju dhan viza, i çuan në Gjermani, i hipën aty të ambasadat, i bën kështu, i largon komplet, mbajtën sa spion. Që s'dihet ata se si kanë hyrë në burg në atë kohë, ose kanë qenë spion që atëherë. Tip Spartak Ngjela, kujdun, etj. Mbajtën disa nga këta aty, edhe gjoja këta janë ata të përsekutuarit. Ndërsa pjesa tjetër, 90%, nuk ka patur lidhje direkt me luftën e klasave. Por 90% nuk ka qenë gjithë komunist në kuptimin e të privilegjuar se s'kanë qenë 3.800.000 sekretar partish apo komunist në atë kohë. Te ky 90% shumica ka një fëmijë fshatarësh, fëmijë punëtorësh. Pra këtë duhet të them unë gjithmonë. Që kur ti më thua tani që kanë mbaruar në universitet, kanë mbaruar, thonë shkonin vetë fëmijët e komunistëve.
Nuk është e vërtet. Shonin fëmijët e gjithë ti 90%-shit. Si ishin gjithë komunistët. Këta kanë ndihmuar komunizmin patjetër që kanë ndihmuar. E kanë ndihmuar sidomos me heshtjen e tyre. Me indiferentizmin. Gjithë, janë gjithë përgjegjës. Por në 90-ën pasaj, dikush prej këtyre doli, ne kemi parë se si kanë dalë ta demokratë fillim. Ata që ishin, që na thoshin ne mos fol se do të futishin burg, ata s'flisnin. Ata pasaj më mbrapa të thonë tani ti ke ngelu komunist. Pra, këta që thonë unë jam demokrat, në atë kohë, këta kanë, madje kanë pasur dhe funksione administrative, funksione kanë qenë funksionale në një farë mënyrë, direkt kanë punur, kanë patur privilegje, kanë patur detyra të rëndësishme, burokratike, në për zyra, në për strukturat të shtetit, gjë që ne nuk i kemi patur, se për shembull një pedagog universiteti, që jep fizik, nuk është aq shumë indikuar nga politika, nuk kuptoj se do japi fizik aty. Nuk do flasja shumë për politikën gjatë leksionit. Kurse këta kanë qenë direkt. Dhe këta tani, thot ti je i kuq, thonë. Në shkuptimi je i kuq. Që unë jam komunist, pa tjetër që jam komunist. Jam komunist kuptimin e vlerave. Se vlerat e komunistit vërtet, ta se koha, janë si vlerat e besimtarit sot që është besimtar tamam. Si kanë qenë ato 10 ta shoqëruar të rregulla, të jesh i ndershëm, mos vjedhësh, mos i bësh keq tjetrit e tjerë, kanë qenë ato 10 rregullat e komunistit, që janë 10 komandamentit e besimtarit. Ata e eliminuan fenë dhe bën këtë fenë e komunizmit. Domethënë, që ti jesh i atill komunisti, nuk është gjë negative. Ajo është pjesa e mirë e asaj kohe. Këta të pjesë të mirë këta e luftojnë sot. Se pse i luftojnë dhe Partia Demokratike? Sepse këta janë kopja e partisë punë e partisë tjetër. Këta kur hipin qeverisin aftësisht një lloj. Këta janë me NATO-n, ata janë me NATO-n. Këta janë me Europën, ata janë me Europën. Këta janë me antikomunizmin, kuptimin të eliminojnë çdo gjë sociale, çdo gjë publike, gjithë shërbimet e spitaleve, shkollave tjera me llafe i thonë, po kur vjen puna pensione e tjera, domethënë jam që të shtypen njerëzit, kryet pabarazia dhe ata po një lloj. Domethënë është ana tjetër e medaljes. Edhe këta është normale pastaj domethënë atë komunistin nuk e do askush pastaj. Ai komunistin kuptimin në kuptimin e mirë, kuptoni, jo në kuptimin që të kthehet tani dhe të fusim njerëzin për burgje. Se njerëzin për burgje, kush i fut sot? Nuk i fut ai që ka patur ato idetë e pastra në kuptimin të ndershmërisë, të rregullit, që të barazisë etj. Nuk është ai që po i fut sot në burg njerëzit. Janë ose këta që jenë si demokratë, që sinqerisht unë kur i shoh këta, sepse këta në atë kohë kanë qenë tek neve, nuk kanë qenë tek persekutorit. Nuk është e vërtet që kanë qenë tek grupi i persekutorëve. Shumica e këtyre që bëjnë që vlojnë tani. Nga pikpamja morale këta janë për tokë fare. Këta lanë shkollat. Këta tani qahen që atëherë kanë bërë shkollë edhe fëmijët e komunistëve, sepse këta nuk kanë qenë në gjendje të studiojnë. Këta i lanë shkollat. Këta nuk studionin dot. Këtu është dallimi këtu dhe u bën demokrat. Në na thonë neve, kur shoh ta sinqerisht, domethënë aty këta të detyrojnë të bësh komunistë. Po të bësh komunist kuptimin e verist, këta po të detyrojnë. Gjë që unë nuk e lejoj vete që të bëhem në atë mënyrë. Por domethënë që të kuptohemi, ajo ka qenë gjë e tmerrshme lufta e klasave. E tmerrshme. Unë nuk po mbroj këtë gjë. Por domethënë që të thuash atëherë që të marrësh pjesë të mira të atij regjimi, që me ato pjesë të mira të luftosh sot, unë e quaj të domosdoshme. Sepse atëherë ti nuk e bëje dot, se nuk të lejonte. Meqense sot nuk është ajo diktatura atij tipi, po është një diktaturë tjetër, atëherë ato vlera që ti atëherë i kishe, të mira, ti futish në këtë sistem, ndërsa këta çka kanë bërë vlerat e këqija të atij sistemi,
i kanë hibridizuar me shoqërinë liberale, kanë kriju këtë hibrid, shoqërinë hibride, dhe ne shesin këtë gjoja për lirije, për demokraci, e tjera. Po këta e një lloj. Ta për luftën, po ti djosh, po gjoja të Bajram Bekën sot. Lufta e pa provokuar, thot e Rusisë. Qysh më e pa provokuar, më dha? Në Ukrainë. E pa provokuar, thot. Tani po e thon dha ata që se thoshin, po thonë që e tha dhe Papa Francesco, që vdiq. Tha që NATO e lehu, si qenë, tha, në portat e Moskës. Ky ka ngelur akoma aty. Po ky është i partisë punës. Po të njëjtën gjë thonë edhe këta të Partisë Demokratike. Mos mendoni se thonë ndryshe edhe këta. Këta thonë Vladimir Putin është kasapja. Ne i thonë është diktatori, po bëhet diktator Shqipëria, thotë si diktatura e Putinit. Kuptoni ku janë këta tani? Kanë vetë që të marrin nga Rusia atë pjesën e mirë sot, dhe të bëjnë opozitë në Shqipëri, na thonë dhe në të tjerë, hajdeni dhe juve. Këta kundërvjen Rusisë në këtë luftë botërore më shumë se sa i kundërvjet Edi Rama. Edhe thonë jemi popull opozitar, thonë edhe. Për këtë kritikohet Partia Demokratike, se thash mu më vi me vill kur shoh tha që gjëja demokrat. Edhe që hiqen se kanë hiqen antikomunistë ku në atë mënyrën ignorancën e tyre, pa dijen e tyre, se shoh që edhe Xhaferi po ka parë video, i them Xhafer, nuk i la regjimi ignorant këta që janë sot që i themu që po shaj unë. Këta kanë lindur ignorantë Xhafer. Këta bëjë universitete sa dushti. Këta dim vetëm të ulërin kot në përsheshe dhe në jetën e tyre pasaj të përditshme janë bërnutë Xhafer, të them sinqerisht. Janë njerëz që unë nuk i shoh dot. Sepse i dim, jo unë di ato që shoh unë, dhe të tjerë din ata që shohin, që i kanë te lagja, i kanë kudo dhe i shohin se çka njerëz janë. Dhe kjo e shkatërrojnë vërtet. Gjë që nuk e bëri, unë s'po shaj për Sali Berishën për ta sipër, se pa ta sipër për mua kanë një farë vlere. Pa ata nuk patën forcën që atë komunistin e ndershëm të kohës Enverit ta merrnin, sepse dhe ai u ngrit për demokraci o Xhafer. Në 90-ën, u ngrit fronti i gjithë njerëzve, u ngritën gjithë atëre kundër diktaturës. Ky 90% ishte indiferent për 45 vjeç. Në një moment, me fjalë, shpërtheu i gjithi dhe ishte tani ky. Kishte patur ndershmërinë e asaj kohe, në atë mënyrën e tij. Dhe u ngrit, pse se respektohet fare kjo pjesë që është një pjesë shumë e madhe, por respektohet një rrugaç i cili në atë kohë ka bërë dëm edhe bën dëm edhe tani. Dhe gjoja se është demokrat. Kjo është ideja e videos time. Dhe flasin këta pas e të tregojnë furrën e bukës, atëherë s'kishte bukë, thotë tani kam bukë. Thonë këta, kaq bëjnë këta, kaq propagandë. Që thonë moshëre, dhe ai që thotë që atëherë jo se kishte bukë, mund edhe të hajë atëherë, jo ai është tradhtar i sotëm. Natën e mirë gjithë. Dëgjojmë në videon e nesërme. Nesër jo bëj videon që në Roma. Kalofshi mirë, miru pafshim. Natën e mirë Ibrahim, natën Nimet, natën Bajram. Dëgjojmë videon e nesërme, natën Xhafer. Miru pafshim.